qofse ka subjekt partijak që është përfshirë direkt me struktura shtetërore në këtë proces, është Partia Socialiste. Në një emision investigativ, Piranjet konkretisht, është dhënë me zë dhe me figurë zonja Belinda Balluku, zonja Bufi, kryetari Roskovecit, zoti kryetari i Bashkisë Fier, ishin dy stenda, Qarku Fier dhe Qarku Vlorë, ku përfaqësues politik dhe administrata të këtyre bashkive ishin investuar... Se kuptoj ku e pe relativizimin në panel, nga Rolandi, nga Gerta, relativizimin e PD-s me PS-n? Po paneli, ne në panel, se kush është panel? Partia Demokratike nuk ka patur një operacion të tillë, sepse një operacion të tillë e mbulon vetëm partia që është në pushtet, sepse duhen aspekte organizative, operacionale, logjistike që nuk i mundson dot një opozitë 12 vjeçare. Përveç saj, dhe kjo është reflektuar, ai numri i lartë i mosgjetjes së adresave ka vetëm një shkak. Është ai i dhënjes së emrave fiktiv apo adresave fiktive, dhe kjo ka si pasojë e trysnisë së ushtruar ndaj administratës shtetërore. Ndaj administratës... Okej, mirë, se jemi, është periudhë fushate dhe nuk lejohen këto besart, më falë, ndjes, po nuk lejohen tani të në... Mirë pra mirë, janë të rëndësishme, po tani, je përfaqësuesi një diçkaje dhe nuk lejohet ta bësh të gjën kështu kaq propagandistike. Po jo pra se është propagandë, po mirë mo faktet nxirrit çojtë spaku. Se si është si Dorela faktet, çojnë spaku zotri. Janë referuar ato. Mirë, dakor, të dëgjova dhe e kuptova. Okej, por nuk mund ta përdorësh të gjën për fushat dhe politik dhe akuza, po përdoret shteti, po përdoret kjo, denoncimet në spak. Kerta, po gabon votuesi apo po gabojnë partitë politike? Para zgjedhjeve dhe unë mendoj që të gjithë votuesit jashtë territorit të Shqipërisë kanë nevojë për një lloj ndërgjegjësimi pozitiv edhe për t'i ndihmuar. Unë mendoj që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e ka lehtësuar situatën. Kur ka shkuar materiali zgjedhor, atje kanë edhe gjitha kontaktet e DL-s. Dhe unë mendoj që edhe sikur domethënë këto do ta shikojmë gjatë rrugës se sa e vërtetë është dhe çfarë ka ndodhur, ka qenë gabim adresash, deklarimi adresave apo ka ndodhur diçka tjetër. Unë mendoj që të gjithë votuesit duhen ndihmuar për t'ia u kujtuar që të komunikojnë drejt për drejt me numrat e operatorëve të shërbimit postar, që ata të mundet të realizojnë procesin e votimit dhe të bëjnë aktin e dorëzimit të materialit zgjedhor dhe mbi të gjitha të fletës votimit. Kështu që ky është një moment që për 9 ditë që ne do të kemi deri në 11 maj, si thua, detyrimin e gjithë votuesve për ta kthyer votën, është thënë që kanë 3 ditë kohë mbas aktit, por është një proces që unë them zotni likë, sepse ty të vjen fleta e votimit, ti e plotson, ti e merr operatorin dhe i thua hajde merre se e mbarova aktin e votimit, ose e shumta është nëse nuk koordinohen për oraret për hir të aktiviteteve që ato kanë, shkohet tek zyra e operatorit të shërbimit. Çfarë duhet bëj partia politike për votuesin e vet? Se Rolandi mirë thot tani, të gjithë e dinë që tek filan ishull unë kam votuesit e mi, tek ku di unë filan qytet kam votuesit e mi. Partia do bëj atë që ka bërë deri tani, ashtu si kundër u mor me pjesën e ndërgjegjësimit dhe inkurajimit të mbështetësve të vet dhe me ato platforma të regjistrimit që i hapi njëkohësisht me platformën zyrtare të Komisionit Qendror. Të gjitha partitë. Po të gjitha partitë. Të gjitha partitë, po si ndajmë dot. Jo, nuk e tham për ndarje, po e them si parim. Si parim në parim. Jo, e kisha fjalën për Besartin që thotë që vetëm PS e ka bërë. Jo, të gjitha e ka deklaruar dhe Partia Demokratike që kemi hapur një portal ku njerëzit për arsye nga më të ndryshme mund t'i referohet. Dhe ne kemi qenë pikërisht mos të krijohet konfuzion për faktin që partitë politike nëse duan që çdo vot të shkojë aty ku duan ata, duhet që të merren me votuesit e vet dhe të insistojnë të kontaktojnë me operatorin e shërbimit postar. KQZ-ja e ka krijuar këtë lloj mundësie, ka është një letër në vijim ku janë të gjitha kontaktet e operatorit të shërbimit postar dhe patjetër që besoj në një bisedë telefonike mund sqarohet dhe adresa se ku është pikërisht votuesi dhe nuk e besoj që do jetë kaq e vështirë për ta menaxhuar edhe për ta... Gjithë të takime që është duke zhvilluar zoti Celibashi me Gonzaton ishte takimi i fundit, po ashtu ka pasur takime me zotin Altin Dumani edhe me krerë të tjerë.
janë të gjithë sytë dhe fokuset e KQZ-ja ka përshtypjen, po sa përgjithësi mund mbaj vetë KQZ-ja për mbarvajtjen e zgjedhjeve? Shikoj, ky është një moment që patjetër vota e diasporës është një risi për herë të parë. Dhe natyrisht të gjitha pritshmërit nga gjitha aktorët, jo vetëm aktorët e politikës të cilët janë garues për zgjedhjet e 11 maj dhe kanë pritshmëritë e tyre për mënyrën se si do të organizohet dhe si do të mirë administrohet vota e diasporës, patjetër që janë korrekt në shqetësimin e tyre dhe në gatishmërinë e tyre për ta mirëpritur këtë lloj organizimi, por vëmendja e ndërkombëtarëve, por qoftë edhe e përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare që monitorojnë proceset zgjedhore në Shqipëri, që ndoshta në këto zgjedhje janë edhe më pak se herët e tjera për sa i përket një monitorimit të thelluar për të qenë alert në të gjitha problematikat që do të ketë procesi zgjedhor. E rëndësishme është që vota e diasporës të lejohet të organizohet edhe të jetë një rast i suksesshëm me gjithë problematikat e veta që do t'jenë të identifikueshme dhe të listueshme derisa procesi të mbarojë, për të parë që ja vlejti gjithë ky investim nga ana politike, por edhe nga ana monetare, dhe patjetër që data 11 maj dhe ajo që është vendosur në kodin zgjedhor, që është thënë që do të konsiderohet çdo votë e mundshme e qytetarëve shqiptarë që jetojnë jashtë territorit të Shqipërisë deri në orën 19 kur mbaron votimi, atëherë gjithë kjo trysni dhe gjithë ky mirë administrim dhe kjo lloj dëshire për ta risjell janë 245.935 zgjedhës të regjistruar dhe ne do donim që të 245 e 935 ta kishin sjellë pak të lutem. Se duat pyes pak Rolandin, cilat janë pritshmëritë që kanë partitë politike nga vota diasporës dhe sa thelbësore mund të jetë për të ndryshuar numra mandatesh, shifrash? Gjithë ajo, po themi shuma 245.000 e atyre që janë regjistruar, nëse ne marrim për një qenë që edhe do vinë ato vota, po. Ajo është rezervuar pothuajse sa një Tiranë, sa një qark. Fakti që ata e kanë shpërndar, në 12 qarqe, duke sikur e zbes si Dorela. Por pyetja e madhe është, a do ndikojnë votat e emigrantëve në rezultatin e zgjedhjeve? E mandatet, se do ketë, ka zona për shembull që duhen vetëm 200 vota, ka zona që duhen... Kjo është fiks, do e thënë, unë kam bërë një studim, ndoshta është si përfaqësor me rezultatin e vitit 2021, që kemi pasur disa raste që kanë humbur vetëm për pak vota në Durrës, Elona Guri, 30 vota. Ardit Qela në Berat, që u dy rastet më ekstreme, që kishin shumë pak vota. Atëherë, nëse do votonte diaspora në vitin 2021, Ardit Qela do ishte deputet, Elona Guri do ishin deputet, sepse këto ishin dy rastet që janë diskutuar deri në minutën e fundit. Atëherë, ne votën e diasporës nuk do ta shikojmë që thjesht si një plotësues i një qarku, po votën e diasporës, për mendimin tim, unë po i vëj një përkufizim, do jetë përcaktues për një pjesë mirë të mandateve. Se cilët mandate dhe sa, ne sot sigurisht nuk mund ta themi dot, por unë jam i bindur sepse me formulën që është e vështirësuar si Dorela. Formula është më vështirë. Nuk ka trua Einsteini sot të marrë celulapsin e të bëjë ca llogari. Ajo është dhe i bëj dikush në Kuç, tha. Jo dikush në Kuç, por në datën kur fillon numërimi, se zonjën e kemi këtu, aty duhen matematikien, jo thjesht numërues. Gerta ka që vështirë, sa thot Rolandi? Shiko, ajo formula Dehontes që është lakuar kaq shumë në shpërndarjen e mandateve, natyrisht që partitë politike po të ishin pak më të mençur me reformën zgjedhore, duhet ta kishin gjetur një mënyrë që çdo vot të numërohej ashtu si kundër të gjithë votuesit e hedhin. Dhe fakti që ka një rritje artificiale nga formula, nëse nuk kapet mandati dhe të gjithë votat shkojnë tek partia më e madhe, dhe ai rritet në mënyrë fiktive, duke rritur edhe numrin e mandateve, padyshim që ky është një shqetësim për sa kohë qytetarët dhe votuesit tonë. Unë votova për X-in dhe vota ime shkon dhe rrit artificialisht një parti tjetër. Kështu që, po ky është një moment që nuk ja vlen tani. Ne jemi përpara faktit që kështu do të numërojnë. Demoralizove. Kështu do të numërojnë votat dhe kështu do të përkthehen mandatet. Kush është ideatori? Ose autori, jo ideatori, autori. Na e thuj. Jo, unë nuk e di emrin e autorit, sepse... Ose autores. As të autores, problemi është që dakordësia e palëve politike, këto janë autorët. Palët politike... Jo, ata e miratuan, po ai... Po këto janë... Truri e Einsteinit, kush ishte ai? Jo, realisht, Gerta, sa vota duhet dalësh deputet në Tiranë në listë hapur?
Po besoj është rreth 13.000, është një deputet që është. Po 13.000, po se kemi dhe këtë se kemi të saktë. Po pra, 12-13, po kjo varet nga presja dhjetore, pra, është ajo që ju thatë, që mendja e Gjeniu duhet përkthyer, duhet mbaroj votimi, dhe duhet parë pastaj se si pjestohet me 1, me 2, me 3, është pak e ndërlikuar me thënë drejtën, kështu që edhe një mendje Gjeniu do shumë kohë që ta përkthyer. Dhe sidomos si Dorela vitet e fundit që matematika është bërë huaj fare për shqiptarët, unë kam frikë. Kjo pjesa e votimit elektronik do jetë problematik si atëherë kur shkoi Celibashi dhe vetëm atij si punonte, se ishte e tmerrshme për shembull. Ja, më duket se nuk ishte te votimi elektronik, ishte ke ajo e identifikimi, po. Që nuk ja njohu gishtin për momentin, por pastaj rrugës ku i ndodh pikërisht personit që na shpjegon sa herë si duhet të veprojmë. Besoj që të paktën nga gatishmëria tani është ka një tentativë që janë testuar, janë provuar, urojmë që mos jetë aq masive sa ishte. Zoti Celibashi ka bërë prova apo jo? Po besoj që duhet ta ketë bërë këtë radhë, patjetër, por nuk e dim se si do të jetë ditën e zgjedhjeve, se mund ndodhi do më ndihmoni me një video, këtë dua ta komentoj me Rolandin, është video më e komentuar e 24 orëve të fundit dhe sigurisht Roland do e komentosh ti. Po, e shohim pak bashkë. Ndërkohë që vija sot, i kërkova shokut tim më të mirë, ChatGPT-s, që të ndihmonte në fakt me një fjalim për ditën e sotshme. Dhe ishte shumë interesante, sepse nuk ishte një ChatGPT normal, ishte ai boti ChatGPT-s që unë kam përgatitur që të di të flasi dhe të mendoj siç mendoj unë. I kam vendosur gjithë fjalimet e mia, madje kam shkuar edhe pak më larg, i kam vendosur fjalimet e kryeministrit, kam vendosur gjithë arritjet e programit tonë të kodimit dhe më bëri një fjalim shumë të bukur. Fjalime me ChatGPT ku ka përzier veten e saj me Ramën. Mua më zuri makina, Dorela. Pse? Qa të themani e, nuk që të komentosh, më zuri makina, kaq, kjo është, se tani një ministre, se është edhe zonjë dhe nuk duat as të them në një etiketime, një ministre që, do dhe flet në këtë formë. Qatë kështë ka, jemi në epokë digitalizimi, ka bërë një fjalim me ChatGPT, dhe që të bëj sa më real fjalimi, ka përfshirë fjalimet vetat me të Ramës. Tani, zonja ka qenë studente ekselente, dhe nuk është në kështu që ke nevoja ajo për të bërë një fjalim nga qetë GPT tani. Falë tani, të lutem. Kjo nuk është serioze fare. Je i penës akoma? Jo, nuk ka lidhje kjo jam i penës apo i high-tech-ut modern tani. Po ne e përdorim gjithë atë, por jo për një fjalim. Fjalimi është tjetër gjë. Nuk mund ta përdorim ne sot vitin 2025 për fjalim. Aty ka shumë pyetje që mund bësh, kërkon të dhona, dhe ajo të ndihmon në farë mënyre, po ka dhe gafa, dhe ne kemi provuar. Kemi qeshur nga përgjigjet e... Mund të nej jap përgjigjen ChatGPT-a për këtë mënyrën si të bëhet numërimi e këto? Jo, unë si besoj për vetë. I bën më shpejt, Gerta. Do e provoni? Unë nuk e di, se në fakt nuk kam tentuar ndonjëherë që të bëjt pyetje të tilla tek ky model komunikimi, por unë mendoj që ministrja në fjalë duhet të jem pak e drejt për drejt, ndoshta kjo është shumë personale, për sa kohë është edhe ministre për të rinj, dhe mesazhi që jepet është që rinia e sotme duhet të jetë shumë herë më kreative dhe shumë individualiste për sa i përket mendimeve të veta. Dhe absolutisht ti japësh një mesazh. Unë nuk e di se kam dëgjuar deri në fund se çka ka dashur dhe ku ka dalë mesazhi që ajo ka deleguar, por patjetër që duhet me qenë më praktike dhe më realiste dhe më me këmbë tokë kur komunikon mediatikisht dhe kur përcjell mesazhe, sidomos në target grupin e të rinjve. Sepse ne jemi këta që deri dje menduam që ka një mingarkesë për të mbyllur edhe një pjesë të rrjeteve sociale, sepse dëmtonin. Jemi ne që po shkojmë drejt. Kurse inkurajime të tilla që çdo gjë ta gjejmë të gatshme, për brezin e ri besoj që jemi në një moment që duhet jemi shumë herë më të kujdesshëm kur japim këto mesazhe. Pastaj përsa i përket PR-it që qoftë ministri apo qoftë kandidati për deputet nesër, nëse ja lë çdo gjë rrjetit sociale dhe ChatGPT-s për të komunikuar me publikun edhe për të fituar vota, është pak e ChatGPT-ja ka gafa, Google-i ka gafa, në data, në emra, kjo është të mërshme tani, ne të mbetemi aty. Kjo nuk është old school. Video është interesante, gjithsesi. Faleminderit Roland, Besart, shumë faleminderit Gerta, ishte kënaqësi, shumë shkurt një hapësirë publicitare, kthehemi përsëri bashkë.